our project is about From Farm to Fork, and it basically says how we used to farm in the past, present, and the future, how we grew the plants and more. And then it also shows you about the transport, how we transported it, and then how we got to their table and how the people ate in the past, present, and the future. Përpos ushqimit dhe bujqësisë, temat prekën edhe fushën e teknologjisë, elektricitetit dhe inteligjencës artificiale. So in the past we had water clock. We can tell each minute when the water passes through the bottle here. And in our glass, the sand would pass through the hole right here. And then we could tell every hour because the sand goes slowly in a bunch of groups of it. And right now in present, we have digital clocks which we have at home. A smartwatch, we can have it, we can wear it on our hand. And we have the wall clock, which we can tell time easier. In the future, we have the hologram clock. We have smart glasses, which in the future we can see, while we are wearing smart glasses, we can see time. It has time on it. And in the future, we can also have time on our hand. Dikush tjetër projektoi edhe ide për një kryeqytet më pak të ndotur. Këtu e kena paraqit kryeqytetin e Kosovës që është Prishtina, që ka qenë kalumen me ferma, me kafsh, edhe me shtëpia më të vjetra. Edhe tash është e kena paraqit pjesën e Newbornit. Antarëmën që kena parashiku që mundet me konë të përdor edhe energji ma të pastër, energji diellore, energji ajrore, edhe këto. Sa ka qenë e rëndësishme për ty kjo tema e këtij viti, domethënë, të këtij Science Fair këtij viti, edhe sa vështirë ka qenë mu realizu me kjo? Mu realizu nuk ka qenë shumë e vështirë, ma e vështirë u kom pjesa derisa e kena gjetë idenë që shme lidh me çdo landë, edhe u konë e rëndësishme me ditë me kuptu kejt kuja kena fillu edhe çfarë qëllimi kena në të ardhmen. Sa veta keni punu në këtë projekt, sa persona? Në këtë projekt kena punu 7 veta, se materialit i ka siguru shkolla, edhe kemi punu gjatë orës në pushime kur kena pas kohë. Numri i nxënësve që mësuan gjëra të reja përmes këtij projekti nuk ishte i vogël. I worked on electricity in the past, and I learned that before electricity lit places, they relied on nature and simple machines to create power. And there are different kinds of power, which I was pretty amazed by it. There's wind power, steam power, water power, and human intelligence. And it took intelligence and hard work to make energy into electricity, but it still worked. Përveç temave shkencore u trajtuan edhe çështje sociale dhe tema me ndjeshmëri më të lartë. First project is about street dogs and how they lived, how they had problems in the past, and now we still have some, but they're getting better. And I know future plans is to maximize their comfort and resources so they are not being anymore on the street or dying because of starvation. Këto e kena paraqit evolucionin e klasës, e kena paraqit të kaluarën, tashmen edhe të ardhmen, që të ardhmen para shumë që e parashikojna. Të kalumen, këto që e kena paraqit, s'ka pas shumë materiale. Këto kete kam pas me një vend ku mu ullë edhe u kom veç një tabel, ka pas në i hamer aty këto, për nuk ka pas shumë materiale për nxënësat ata din me pa edhe me mësu pe i saj. E kena paraqit edhe borin që duk. Këto s'ka pas shumë kushtet mira, ka qenë këto veç tela që shme nda borin, u konë me lëq e kështë.
Tashmen e kena paraqit që çdo këtë tash. Normal ka zhvillu shumë, i kena këtë bankat, karrikat, e kena tabelin, librat e ndryshëm, i kena oraret, rregullat e klasës, këtë në tabel paraqituna. Po ashtu edhe borën, që është tash. Tash mujnë fëmijët marrë këtu, në mënyrë adin të sigurt, edhe këtë është këtë e ndreq, është këtë qysh është që tash. Tash e kena të ardhën, paka shumë që kena paraqiku se qysh do këtë. Ka më zhvillu teknologjia sa ma shumë. Këtu i kena laptope, tableta, cene ndryshme, edhe çdo klasë e ka një robot. Ky robot është si lloj i asistentit arsimtarëve. Ti i bën pyetje, nxënësi i bën pyetjet, ai ta shpjegon, ta jep përgjigjen edhe të ndihmon paka shumë me detyra me sene.